الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفلندرم الله عز وجل lutim atë që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë e me merit përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka birë dhe as bashorte, nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as hyjnor, por Allahu i lartësuar e përzgjodhi atë me misionin që i ngarkoi si lajmëtar nga Zoti për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, mirësitë, lavdërimet, bekimet, faljet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Hadha Ramadan qad ja'akum tuftahu fihi abwabul janna wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi ash-shayatin. Ky është Ramazani, ju erdhi juve, në të hapen portat e xhennetit, mbyllen portat e zjarrit dhe shejtanët prangrosen me zinxhir. Ky është ai sihariq, ai lajmi i madh i mirë që profeti i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam i jep të sahabëve të tij kur hyn të muaji i Ramazanit. I përgëzonte ata, i lajmëronte ata për hyrjen dhe fillimin e këtij muaji, duke i treguar nga veçoritë madhështore në këtë muaj, hapja e portave të xhennetit. Dhe hapja e portave të xhennetit ndodh në kuptimin real, jo figurativ, real, dhe xheneti ka porta, dhe ai ka 8 porta. Mbyllen portat e zjarrit në kuptimin real, jo figurativ, dhe ai dhe zjarri ka 7 porta. Dhe prangrosen shejtanët, armiku i betuar i njeriut, më i madhi, më i forti, më i rrezikshmi, më intriganti, Allahu i lartësuar në këtë muaj atë dhe ushtrinë e tij i prangros. Pra xheneti në këtë muaj është më afër se kurrë. Dhe ky është lajm i madh që e ngren pesh zemrën e besimtarit. Dhe zjarri është më larg se kurrë. Edhe shejtanët prangrosen. Pra ti je i lirë të veprosh vepra të mira. Je më i lirë, më i lirshëm se në çdo periudhë tjetër të vitit. Prandaj në çdo natë të Ramazanit një thirrës thotë: Ya baghi al-khairi aqbil, ya baghi ash-sharri aqsir. O dëshiruesi të mirës, kërkuesi saj, vepro. Vepro se xheneti është pranë, zjarri është larguar, je më i mbrojtur prej tij. Edhe armiku që të pengon dhe përpiqet dhe është i palodhur
për të penguar në vepra të mira, për të ngritur hendeqe ndërmjet teje dhe Zotit, është i prangrosur. Vepra, ftesë në këtë muaj të madh, për të cilin Allahu i lartësuar thot: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtar, kujt i drejtohet Allahu? Besimtarëve, atyre që besuan. O besimtar, agjërimi është bërë detyrë për ju. Pra agjërimi nuk është një vepër vullnetare, agjërimi i Ramazanit, që po të dua bëj, po të dua nuk e bëj. Apo po të dua për agjërë një ditë para, një ditë mes, një ditë fund dhe mbajta Ramazan. Apo 3 ditë nga ky muaj dhe mbajta Ramazan. Apo një ditë nga ky muaj dhe mbajta Ramazan. Ja, është një muaj i tërë. Të kërkoj Allahu, të na tregoj profeti alayhi salatu selam që është shtyll, një nga shtyllat e Islamit, agjërimi i muajit të Ramazanit, jo i disa ditëve të Ramazanit. O besimtar, agjërimi është bërë obligim për ju, detyrë nga Allahu, për cilën do të shpërblesh nëse e mban, dhe do të merresh në llogari nëse nuk e mban pas një arsye. Siç ka qenë edhe për ata përpara jush. Pra agjërimi si adhurim nuk është i ri. Allahu i lartësuar e ka pëlqyer, ja ka kërkuar, ja ka bërë detyrë edhe besimtarëve më herët. Sepse e dorte vepër, e dorte sakrificë nga robi i tij. Një sakrificë që është brenda mundësive të njeriut. Sepse Allahu nuk është i padrejtë që t'i kërkojë njeriu për diçka për te mundësive të tij, por ai është i mëshirshëm. Pse? Me qëllim që të bëheni të devotshëm. Pra agjërimi është për ty, për mua, për ne. Nuk është agjërimi diçka që përfiton Allahu. Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Atë nuk e dëmton gjunahu ynë, por na dëmton ne. Dhe nuk i bën asnjë dobi vepra jonë mirë, por na bën ne. Ai ka gjithçka, është i përsosur, i përkryer. Ne jemi të mangët, ne kemi nevojë të adhurojmë Zotin ton. Ne kemi nevojë për shpërblimin, faljen, mëshirën e Tij. Dhe agjërimi një vepër që të bën të mirë tek Allahu. Pra është në shkollë që të edukon, që të mëson, që të kalit imanin, besimin, që të afron tek Allahu. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Men lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bi falaysa lillahi haja bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Ai i cili nuk e lë dëshminë e rreme dhe fjalën e kot, fjalën e pahishme, fjalën e keqe, gënjeshtrën, përgojimin, akuzën e padrejtë, sharin, ofendimin e tjerë dhe të vepruarit me të, ta di se Allahu nuk ka nevojë për braktisjen që i bën ai ushqimit edhe pijes së tij. Sepse agjërimi u ligjësua që ti të bësh i devotshëm. Por nëse agjërimi tek muslimani është vetëm uri dhe etje, dhe dita e agjërimit të tij nuk ka dallim nga ditët e tjera, çfarë shante më parë e thot akoma, çfarë të këqiash bënte më parë i bën akoma, ta di se agjërimi i tij është pa shpërblim, apo partësohet shpërblimi në varësi të gjunaheve. Prandaj mos e humb sakrificën tënde, urinë, etjen, lodhjen që përballon. Një dhimbje kore që mund të kesh, shqetësime në trup që mund të kesh. Mos e humb. Ruaje gjuhën. Ruaje gjymtyrët nga gjunafet. La'allakum tattaqun, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Ruaje këtë sakrificë. Lutë Allahun Azza wa Jall që çdo ditë e agjërimit që kalon dhe që vjen të jetë më i mirë se ajo që ishte më parë.
Shto diçka nga adhurimi yt. Përpiqu të shtosh leximin e Kur'anit. Përpiqu të shtosh sadakan, dhikrin e Allahut, fjalën e mirë, namazet nafile, namazet farz në xhami, bashkë me namazin e teravive. Përpiqu të jesh i rregull. Kur nuk ke arsye mos mungo, sepse është muaji ku ti po mbledh dhe përpiqesh të vjelësh shpërblimet. Muaji i mëshirës, muaji i faljes, muaji i veçorive që nuk të vinë më në periudha të tjera të vitit, janë të veçanta vetëm për këtë muaj. Prandaj bëu i mençur për veten tënde, bëu kërkues të vetja jote. Mos u ngrop me shpërblimet e Allahut. Ki gjithmonë tafma, lakmi, të fitosh sa më shumë, të adhurosh Zotin sa më shumë. Se gjithmonë do të kemi nevojë për shpërblimet e Tij. Dhe mënyra se si të shpërblen Allahu, edhe se si të nderon Allahu nuk mund të ta bëj dot askush. Dhe agjërimi do të jetë ndërmjetësues për njeriu në ditën e Kiametit. Dhe Allahu ka fuqi t'i japi të folurën çdo gjëje, siç ia dha njeriu. Cop mishi është në gojë gjuha, me dhëmb. Ama arrin të artikuloj fjalë, të shpreh mendimet, brendësinë e tij. Kush ia dha këtë gjë? Është merite e gjuhës, e dhëmbëve? Jo. Merite e krijuesit të gjithdijshëm. Dhe agjërimi në ditën e Kiametit do thotë, o Zoti im, do ndërmjetësoj, do kërkoj të ndërmjetësoj për agjëruesin. Unë ndalova atë nga ngrënia dhe pirja dhe dëshirat e tjera të ndryshme që konsiderohen prishjes së të agjërimit. Më lejo mua të ndërmjetësoj për të. E çfarë do të jetë ndërmjetësimi i agjërimit për agjëruesin? Që Allahu ta falë, t'ja pranojë sakrificën e tij, ta bëjë nga banorët e xhenetit. Pra në ditën e Kiametit, kur gjithë do të largohen nga ty, fëmijët, prindërit, njerëzit më të afërt, askush nuk do të dëshirojë të riafërt teje, secili ka hallin e vet. Do të kesh ndërmjetësues të tillë. Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e Tij do t'i bëj veprat e tua të mira që mos të braktisin në ditën në të cilën ke më shumë nevojë për to se kurrë. Kur'ani do të jetë ndërmjetësues, do të thotë, o Zoti im, unë e shtyva atë që të zgjohet natën, të adhuroj ty me anë të leximit të Kur'anit. Prandaj më lejo mua të ndërmjetësoj për të. Agjërimi shoqëroje me leximin e Kur'anit, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Kur'ani. Dhe pikërisht filloi në natën e Kadrit. Khairu min alfi shahr, më mirë se 1000 muaj. Muaj madhështor, vëllezër, në të cilin ndodhet nata më e mirë e vitit. Në të cilin zbriti Kur'ani, orientues, udhërofyes për njerëzit, sqarues i të vërtetës nga kota. Pra shihni çfarë veçorish madhështore ka Kur'ani. Do ta dish të vërtetën, e ke në Kur'an. Do ta dish të kotën, është ajo që të paralajmëron Kur'anin për saj. Prandaj kush arrin këtë muaj, falyasum, le ta agjëroj. Detyrë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Duke qenë se agjërimi është adhurim, çdo adhurim ka rregullat e tij.
Rregulli i parë dhe më kryesori është niyeti. Pra niyetin që bën, qëllimin që bën për ta agjëruar, ta kesh për kënaqësinë e Zotit tënd. Të jetë që ti të kënaqesh dhe ti bindesh Allahut, krijuesit tënd. Tek ai i cili do të përfundosh dhe do të japësh llogari. Dhe do të shpërblehesh për veprën e mirë. Gjithashtu nuk i lejohet besimtarit që pas një arsye gjatë ditës së agjërimit të bëjë niyet ta ndërpresë agjërimin. Sepse kjo mund të çojë në prishjen e agjërimit edhe pse s'ke futur gjë në gojë. Gjithashtu duhet të dim se njeriu është i dobët. Sot ka shëndet, nesër sëmuret. Ai i cili është i sëmur mund ta ndajë me dy gjendje. Nëse ka sëmundje që akoma është e pashërueshme dhe agjërimi dëmton shëndetin e tij, atëherë ky nuk duhet të agjërojë. Në disa raste mund të jetë edhe haram për të agjërojë. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah do lehtësinë për ju dhe jo vështirësinë. Çfarë duhet të bëj? S'duhet të agjëroj dhe kaq? Me që jam i justifikuar? Jo. Ka një rregull tjetër për të dhe gjendjen e tij. Për çdo ditë të agjërimit duhet të japi një mas ushqim fukarajt. Sa është masa ushqimit? Me njësit matëse bashkëkohore është 1,5 kg për çdo ditë agjërimi. Pra nëse agjërimi këtë muaj është 29, nëse themi 30, marrim një numër rrumbullak, është gati 45 kg nga ato ushqime që konsiderohen të tilla në atë vend, në vendin ku jeton. Orizi, makaronja, mielli, e të ngjashme me to. Por mund të japi edhe ushqim të gatuar. Për shembull bën një iftar dhe fton një numër të varfërish nevojtarësh për çdo ditë agjërimi. Kjo është e rëndësishme, kujdestu, se ka vëllezër që bëjnë iftare të tilla për njerëz që nuk agjërojnë dot dhe harrojnë të kriterin që të ftuarit duhet të jenë të varfër. Dhe marrin miq që alhamdulillah kanë mirëqenie. Mund t'i marrësh ata, por të jenë më tepër, të jenë plus, jo të plotësojnë numrin 30 apo 29 të ditëve të agjërimit. Duhet të jenë nevojtar. E nëse e jep ushqim të pagatuar, mund t'ja japësh edhe një të varfër të vetëm, nuk ka problem, tërë masën, apo e shpërndan në disa të varfër, në varësi të dëshirës dhe mundësisë tënde. Ndërsa ai i cili ka një sëmundje të përkohshme dhe po të agjëroj, agjërimi pengon shërimin apo e dëmton shëndetin, atëherë ky duhet të presë derisa të shërohet, jo të kalojë tek ushqimi, jo të kalojë tek kompensimi me ushqim. Pse? Sepse pengesa është e përkohshme. Pra të shërohet, të bëhet mirë dhe agjeron. Nëse trupi ja përballon agjërimin ndonjë ditë, bën një ditë, s'bën 2 ditë, apo në varësi të gjendjes së shefaj vet, ta agjërojnë në atë mënyrë. E nëse nuk mundet asnjë ditë për momentin, të presë, të shërohet. Gruaja shtatzën apo gjithënse. Nëse po të mbaj agjërim, i jep probleme vetë asaj, atëherë le të mos mbaj agjërim, por të agjëroj më vonë. Por në rastin nëse nuk i jep probleme vetë asaj, pra e përballon, por mund të ketë probleme foshnja. Shtatzën apo gjithënse, në rastin gjithënses paksimi i qumshit për shembull. Atëherë, sipas fjalës më të saktë të dietarëve, duhet të agjërojë më vonë kaza dhe për çdo ditë Ramazanit japi kompensim ushqim. Qartë? Rasti i parë kur mendon se kur friksohet se mund t'i sjellë dëm, pra
diçka konkrete, e sheh që mund t'i sjellë dëm agjërimi për momentin, shtatzënës apo gjithënses, atëherë më vonë, kur të lindi apo kur të mbaroj gjithënjen si periudhë. Por nëse trupi i saj përballon, nuk i sjell asnjë problem, por ka hallin e foshnjës, ndjen apo mjeku kompetent që e vlerëson agjërimin, i thotë që agjërimi shkakton probleme tek fëmia yt, apo gjithënses pakson qumshtin e tjerë, atëherë të agjëroj më vonë, por agjërimi ta shoqëroj edhe me kompensimin ushqim për çdo ditë të pambajtur nga Ramazani. Qartë? Udhëtari i lejohet atij të mos agjëroj. Por nëse udhëtimi nuk i sjell asnjë problem, asnjë vështirësi, sidomos pronën e sotme, mund të ilesh nga një qytet në tjetrin me makinë, komod, nuk e vap, nuk e ftohet, arrin shpejt. Më mira është ta mbaj agjërimin. Në mënyrë që agjërimi i tij të qëllojë në këtë periudhë të veçantë që është muaji i Ramazanit. Por edhe nëse nuk e mban, nuk ka gjuna për të. Nuk ka gjuna për të. Ai i cili nuk agjeron dot, sepse është në moshë tepër të thyer dhe dihet që i vjetri nuk bëhet më i ri, dhe agjërimi e dobëson, apo nuk e përballon dot fiziku i tij, apo ai i cili ka sëmundje përhershme, për momentin të pashërueshme dhe agjërimi e dëmton atë, tham që të kalojë te kompensimi me ushqim dhe të mos agjëroj. Kur duhet ta jap, mund ta jap që në fillim të Ramazanit apo në fund të tij. Nuk ka problem, kjo gjë lejohet te të dyja rastet. Prandaj është e rëndësishme që duke qenë se agjërimi është adhurim, çdo musliman duhet i di disa rregulla bazë të Ramazanit, sepse është adhurim që e bën çdo vit. Ai i cili ha dhe pin nga harresa, mund të ndodhë, sidomos në ditët e para të Ramazanit, ta vazhdoj agjërimin e tij, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam për të tillin tha, e ka ushqyer dhe i ka dhënë të pi Allahu. Dhe harresa nuk është vepër e njeriut, nuk është se shkakton njeriu, askush nuk zgjedh të harroj apo mos harroj. Ja, është diçka për te vullnetit ton. Dhe Allahu i lartësuar nga mëshira e tij e toleroi këtë gjë. Le ta vazhdoj agjërimin e tij, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Por në momentin që kujtohet, ta ndërpres. Në momentin që kujtohet, ta ndërpres apo ta heq nëse ka akoma në gojë. Ta heq dhe nuk detyrohet fusi gishtat dhe ta nxjerrë nga stomaku i tij. Ja. Është i toleruar, është i mëshiruar, nuk merret llogari dhe s'ka bërë gjuna kur e ka nga harresa. Elusim Allahun subhanahu wa taala që ta bëj çdo ditë agjërimin ton më të mirë se ajo që ishte përpara saj. Elusim Allahun e madhëruar na bëj neve për atyre që falen dhe agjërojnë në këtë muaj me iman dhe me shpresë e i falen gjunahet e mëparshme. Elusim Allahun e madhëruar që ta bëj adhurimin ton sa më të sinqert për fytyrën e tij të nderuar. Elusim Allahun e madhëruar që ta bëj agjërimin ton, leximin e Kur'anit, ndërmjetësuesa për ne në ditën e Kiametit. Elusim Allahun e madhëruar të na japi neve sukses në sa më shumë vepra të mira, të na ruaj neve nga rënja në gjunahe me anë të gjuhëve tona, shqisave tona apo gjymtyrëve tona. Elusim Allahun e madhëruar të na bëj neve nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit. Na bëj neve prej atyre që janë të çliruar dhe regjistrohen si të çliruar në çdo natë prej netëve të Ramazanit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأقيموا الصلاة